Mirë nxënës, mirë se erdhët në mësimin virtual e klasa. Unë jam mësuesja Yıldız Esati, mësimdhënëse në shkollën fillore Istiqbal, komuna Tetov. Nëpërmjet këtij video prezantimi do të realizojmë mësimin në lëndën shkencat natyrore për klasën e 3. Para se të fillojmë me njësinë e re, së pari të bëjmë një përsëritje të shkurtër nga njësia e fundit mësimore. A ju kujtohet juve se çfarë ju nevojitet juve që të rriteni dhe të jeni të shëndosh? Pra, që të rritemi dhe të jeni të shëndosh, së pari duhej të bëni gjumë të mjaftueshëm së paku 8 orë në ditë. Pastaj brenda ditës duhet të kryeni disa aktivitete të ndryshme sportive. Dhe si faktor tjetër i rëndësishëm ishte ushqimi. Pikërisht sot, njësia e re mësimore ka të bëjë me ushqimin e shëndetshëm dhe titullohet Ushqim i lloj-llojshëm dhe i matur. Çfarë do të mësosh nga kjo njësi? Nga kjo njësi do të mësojmë dhe kuptojmë se shëndeti varet nga ushqimi që konsumojmë. Të ushqyerit e lloj-llojshëm dhe të matur është i rëndësishëm për shëndet të mirë. Të ushqyerit e lloj-llojshëm dhe të ushtruarit e mjaftueshëm na bën të shëndetshëm. Ushqimi i lloj-llojshëm dhe i matur. Ushqimi është një ndër faktorët më të rëndësishëm për organizmat e gjalla. Ushqimet ndihmojnë në zhvillimin dhe rritjen e organizmit të njerëzit. Ato po ashtu bashkë me ujin dhe ajrin plotësojnë kushtet primare për jetesë, pra ajri, uji dhe ushqim i lloj-llojshëm. Ç'është të ushqyerit? Procesi i konsumimit të ushqimit dhe si i përdor trupi ynë ushqimet dhe pijet quhet të ushqyer. Të ushqyerit është një proces sa i rëndësishëm, aq edhe delikat. Prandaj duhet patur kujdes çfarë ham dhe sa ham. Për të qenë të shëndetshëm e jo të shëndosh, është t'i japim shumë rëndësi dhe përparësi cilësisë së ushqimit dhe jo sasisë. Do me thënë, të ham ushqim sa më cilësor, të pasur me vitamina, minerale, proteina, ndërsa jo të ham në masë shumë të madhe, do me thënë, sasi të mëdha. Të ushqyerit duhet të jetë i rregullt, i lloj-llojshëm, me cilësi dhe sasi të duhur, që të mund të sigurojnë energjitë e nevojshme për kryerjen e punëve mendore dhe fizike. Do me thënë, mendore që ka të bëjnë me aktivitetin e trurit. Të mendojmë, të mësojmë, të zgjidhim një problem, e kështu me radhë, dhe aktiviteteve fizike që neve brenda ditës të jemi aktiv që t'i kryejmë punët e nevojshme. Çfarë lloji të ushqimit duhet të konsumojmë? Tu shikojmë një lloje ushqimesh të ndryshme. Trupi i njerëzit ka nevojë për elemente kryesore të ushqimit, të cilët ndahen në disa grupe kryesore, si shihni aty janë të ndara. Po kush janë ushqimet më të rëndësishme? Ushqimet më të rëndësishme janë karbohidratet. Po çfarë janë karbohidratet? Karbohidratet janë komponime organike që gjenden në të gjitha gjallësat, por më së shumti tek bimët. Karbohidratet me shije të ëmbël quhen sheqerna. Karbohidratet përdoren për të shtuar energjinë e trupit, veçanërisht trurit i ndihmojnë për të mbajtur mend. Pra e shikoni sa të rëndësishme na qenë kanë karbohidratet.
Jak tu kemi fotografin, ku tregon se buka është karbohidrat, makaronet, patatet, portokalli e kështu me radhë. Përveç karbohidrateve, grup tjetër i rëndësishëm i ushqimeve janë proteinat. Ata janë lëndë ushqyese shumë të rëndësishme sepse na ndihmojnë që të